me varr në fytyrë dhe me lot në sy, por i vendosur që të vazhdoj luftën për të ardhur në pushtet. Kjo mund të vërej nga fytyra e kreut të LSDM Zoran Zaev, ende pa e thënë asnjë fjalë. Dhunën e brëmshme e konsideron si tentim për vrasje me paramendim, kurse si iniciuesi i potencon Nikola Gruevskin, Gjorgje Ivanovin, Trajko Veljanovskin dhe Mitko Çavkovin, si dhe bashkëpunëtorët e tyre. Megjithatë, Zaev zgjedhjen e Xhaferit për kryetar të Kuvendit e konsideroi si hap të rëndësishëm drejt formimit të qeverisë. Ajo që më së paku e pres është dorëzimi i kabinetit kryetarit të ri të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, të dërgohet letra drejt Ivanovit në afat prej 10 ditëve dhe shpresoj që në afat prej 3 ditëve të jepet mandati për formimin e qeverisë. Institucionet të kthehen në kontroll dhe Maqedonia të ecë para. Lidhur me kërkesën e Ivanovit për takim liderësh, Zaev tha se as që mendon të merr pjesë. Kërkesën e Ivanovit nuk e merr parasysh as kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Ai thotë që është në koordinim me partnerët e shumicës parlamentare për hapat e ardhshme që duhet të ndërmerren. Mendojmë që Ivanovi është pjesë e problemit dhe nuk është pjesë e zgjidhjes së problemit. Dhe nuk mendoj që vendimi në kryesi do jetë që ne t'i përgjigjemi thirrjes së Ivanovit. Duhet të përdoren mekanizma tjerë për t'i ul palët, për t'i ul gjakrat në fillim, dhe tani të shihet se cilat masa duhet ndërmarrë për veprimet e ardhshme. Ahmeti gjithashtu dënoi dhunën në Kuvend, dhunë nga e cila më së shumti pësoi kreu i LRPDSH Zjadin Sela. Jam i lumtur të deklaroj që më në fund fashizmit totalitar gruevskian i erdhi fundi. Jam i trishtuar të deklaroj që ata që paguan çmimin e këtij kapitulimi janë njerëz të pafajshëm. Edhe pse të gjithë institucionet ndërkombëtare uruan Tala Xhaferin për postën e ri, Nikola Gruevski dhe VMRO-DPMNE nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga propozimi i tyre për zgjedhjet e parakohshme. Ги повикувам сите граѓани на Македонија. Bëj thirrje që të pranohet iniciativa e Gjorgji Ivanovit për takim të liderëve partijak me qëllim që të gjendet zgjedhje institucionale në mënyrë të qetë, pa pasoja për shtetin dhe për qytetarët e saj. Vetëm përmes dialogut mundet të dilet nga kriza e tanishme, ndërsa gjithçka tjetër do të shkaktoj kaos dhe do të dëmtoj shtetin. Gruevski dënoi aktet e dhunës, por tha se populli ka të drejtë që ta mbrojë shtetin.